Sonte nuk kemi mbledhur vetëm për të prezantuar ndërtesa, projekte dhe investime. Sonte jemi mbledhur për të prezantuar një vizion. Një vizion që bashkon përvojën, inovacionin, ambicien dhe të ardhmen e zhvillimit të gjithë rajonit tonë. Është nderë dhe privilegj veçantë për mua që sonte t'ju mirëpres në prezantimin zyrtar në kompaninë ose në joint venture të Enos dhe Kaptan Vision Builders. Mirë se erdhët çdo njëri nga ju. Para se të fillojmë këtë prezantim të mbrëmjes së sonte, dua t'ju falenderoj sinqerisht secilin prej jush për praninë dhe mbështetjen për gjatë kësaj ceremonie që porsa kemi filluar e që është kaq e rëndësishme për gjithë ne. Prania juaj përfaqëson besim, partneritet dhe përkraje për një të ardhme që jemi krenar të ndërtojmë së bashku që nga dita e parë. Të nderuar pranishëm, çdo sukses i madh fillon me një tregim ose me një themel të fortë. Dhe sonte po dëshmojmë një bashkim të dy themeleve të fuqishme në një vizion të vetëm. Njëra sjell dekada të tëra eksperiencë ndërkombëtare në inxhinieri dhe ndërtim, tjetra sjell energji, inovacion dhe vizion modern të një gjenerate të re. E së bashku, ato krijojnë një partneritet të ndërtuar jo vetëm për të realizuar projekte, por edhe për të formuar të ardhmen. Sonte kam kënaqësinë të prezantoj kompani që qëndrojnë pas këtij vizioni të jashtëzakonshëm. Dhe së pari, do të fillojmë me një kompani që ka një histori të jashtëzakonshme ndërkombëtare, ndërtimit dhe inxhinierie. Ajo është themeluar në Stamboll në vitin 1992 nga inxhinieri Sulejman Kaptan Group, ka realizuar me sukses projekte madhore në tregjet ndërkombëtare si Arabia Saudite, si Iraku, si Sudani, por edhe Bahrein dhe shumë vende tjera, përderisa tashmë po koncentrohen edhe në një rajon që është jashtëzakonisht interesant për gjithë Evropën. First, I would like to thank you all for joining this event with us in our happy day and very great beginning for us with my partner Trim. I would like first to thank all the group that working with us, who help us start in the project, making the design, making our sales office. I would like to thank them. But as all of you know, a strong man should have a strong wife. So my wife, she really helped a lot, and Trim wife, they struggle a lot and helped us. That's why we are strong, and we will be strong. Thank you for them. As construction and investment company, Kaptan Group is long time was working in Middle East, precisely UAE and Gulf countries. But as all of you know, the world changed and new conflicts occur in the world. So, my opinion and all the businessmen opinion, I think the shining star of the new era will be Turkey and Balkan. This is what we believe if you think about the conflicts in UAE, conflicts in Middle East. So this is what we are really believe, that this place will be the shining star. So this is one of the reasons we are starting these projects and starting this partnership and investment. But one of the other main reason is my partner, motivation, his vision, and his hard work.
So we join together, we have a lot of similarity, and we believe it's the right time and the right place. After 26 years experience in our Middle East, we are planning in Balkan area to put our vision, put our professional engineering, and invest our time, because we believe in this area, and it will be the shining star of the new business. This is what we believe, definitely. That's why we call this transformation vision builder. This is the reason we say, we call it, it's a vision builder, and we transform it to this area. We fully believe the future is here, and we fully believe that it's the right time and the right place for making business in all Balkans. With this short period, I meet most of you. I know most of you. So indeed it's a pleasure for me to have a chance to be friend with most of you, which is gathered here. And then thank you very much, because you feel me like I am in home city. I feel myself, I'm not in different country, I feel myself in my home city. Thank you very much for this. Thank you once again. Thank you very much. I don't want to keep it long. I want to give it to Trim, and God bless you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Faleminderit shumë se cilit prej është veç e veç që keni ardhur na keni nderu në fillimin e punimeve tona në Prishtinën e Re, zona qendër. Ne sot nuk po hapim vetëm një kantier ndërtimi. Sot po vendosim themelet të cilat do të jetojnë gjatë në këtë vend. Kur shumë njerëz në qytet shohin beton, ne shohim jetë. Kur shumë njerëz të tjerë shohin tokë, ne shohim qytet. Si pronari Enos LLC ndihem krenar dhe pas shumë sakrifice, sfidash dhe punët të pandalur, sot po e nisim një projekt që nuk do të jetë vetëm projekt ndërtimi, por simbol serioziteti, force dhe besimi. Ne nuk jemi këtu për të bërë zhurmë, ne kemi ardhur këtu për të lënë gjurmë. Çdo projekt që mban emrin Enos ndërtohet me një parim. Fjala e dhënë duhet të mbahet deri në fund. Dhe këtë rrugë nuk do ta ecim vetëm. Falenderoj secilin bashkëpunëtor, arkitekt, inxhinier, punëtor e mik që besoi në projektin tonë kur ai ishte vetëm në letër. Sot po fillon puna, po bashkë me të po fillon edhe një histori e suksesit. Faleminderit shumë edhe për partnerin tim, Mr. Sulejman Kaptan, për besimin. E falenderoj që ka besu këtij vendit, këtij vizioni dhe ka ardhur me shumë të tjerë të investojnë në projektet tona në Kosovë dhe në Shqipëri. Me ndihmën e Zotit, me disiplinë, me besim dhe punë, do të ndërtojmë diçka që nesër të shohim me krenari fëmijët tonë, qyteti ynë dhe gjithë Kosova. Mirë se erdhët në fillimin e një epoke të re, mirë se erdhët në vizionin e Enos. Faleminderit shumë. Trimi, nëse